Ditën e sotme uftova nga banorët e Bulqizës që të isha i pranishëm në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, sepse në rend të ditës ishte pikërisht miratimi i projektit të HES Shytaj, një projekt i cili ka rrënjët e hershme që prej 2017-s dhe i cili synon të marrë ujin dhe të ndërhyjë në zonën pyjore. Banorët ishin të zëshëm për të mbrojtur pronën publike, pronën e përbashkët që përcakton mbijetesën e tyre në këto zona të largëta. E njëjta gjë për fat keq po ndodh edhe në zonën e Kurdarisë të Klosit, edhe në Martanesh, edhe në zonën e Tragjasit dhe të Kuçit. Duhet të rikthejmë ndjenjën e komunitetit, përgjegjësinë komunitare dhe ata që janë të zgjedhur në Këshillin Bashkiak të ndjejnë presionin e komunitetit në të cilin i jetojnë dhe të cilin i bëjnë këtë padrejtësi për interesa fare të ngushta. Lëvizja Bashkë dhe unë si përfaqësuesi i Lëvizjes Bashkë në Kuvend, kudo ku na kërkohet prania jonë dhe ndihma jonë për të thënë dhe për të artikuluar qasjen e banorëve në mbrojtje të pasurisë publike, ne do jemi gjithmonë të pranishëm.